A bash zoten. Po 1.870.000 vota. Kanë hyrë këtë finale? Aha. Këtë finale 1.870.000. 1.870.000. Do thënë 2 milionë sa euro ka fitu vetëm sonde në finale. Vetëm Pusho, mos e thuj me zot lartë, vlla. Imagjino tash se qa bëhet edhe ju flisni me mua akoma. Unë ta çova screenshotin, kur e dija unë që... Llogarit llogariti 1.870.000 vota janë nga 7 euro llogariti sa janë. Nga 8 euro llogarit 8 euro se 7 euro po themi, 1.870.000 vota, llogariti herë 7, shko 10 milionë. Një vot është 1 euro e gjysë është online. Është 50 cent valla. 1 euro e gjysë. Në Shqipëri është 50 cent, o Amarilda, në Shqipëri e Kosovë. Në Shqipëri, kam pak nga jashtë. Online është 1 euro e gjysë. Unë që votoj online e kam 1 jashtë, unë zgjidhi me këto e kam 1 euro e gjysë. Po bëjni llogarit që 1 milion e gjysë euro janë 100% fut me mrena për 6 shtator. Ore, i kishin ndaluar votat, më thanë, ore, kishin ndaluar servat, dëgjo, servat nuk i kishin punu njerëzve aty të punu, nuk punu. Shkova unë tani me votu online gjestin edhe nuk bante mo. Po me të vusën tonë, më që tonë mesazh si nuk po punon online, tu të top viz, top Alban, kjo, top viz, top channel, edhe nuk bante me votu. Edhe kur vjen fundi, mirë që hynë e dalin në këtë institucion aq shumë lek, po të dhjefsha 100.000 eurosh, po jepe më zemra. Shqyqyr këtë radhë janë dhamë njeriu të duro, vlla. I ka marrë 100.000, 100.000 eurosh një kanë çu dje. I ka marrë promotim koncertesh. Ka marrë lekë të koncerteve promotimi, i ka marrë 100.000 eurosh në topi. Lekë të veta i ka dhënë. Po normal. Po ja them unë, këtë koncertet, ja, këthe Kingu e ka në koncert me 31 maj, këthe Kingu i ka pagu lekë të koncertit. I ka pagu të ashtu ako, dje, managementi ja ka që top qendit. Se ka marrë 70